Ngjarja e sot ishte inercia në rënje e dukshme tani e aksionit opozitar. Nuk është kjo opozita. Kjo është opozit në rënje. Një opozit e sfumuar tashmë, e cila deri në datën 24 do vazhdoj aksion të kësaj natyre, po të qeta, kjo ishte e qetë. Si ishte kjo protesta? Protesta e tyre sot do të ishte ka përzimi gardit, zënje me opozitën, zënje i keni parasysh. Më thënë, për para 10 ditësh, s'kene ne kemi të qartë. Ishim në vigjilje të një proteste që do bënin, dhe përgjithësi strategjia e Berishës është 2 ditë, 5 ditë para protestës, të parët që e nxefi situatën dhe në deputetet. Protestat e Bashës tuti në parlament kanë qenë agresive, kanë qenë dhunshme me vezë, me gjana. Po thot edhe protestën skaluar të opozitës, e cila ju parapri përplasjeve në parlament. E thashmë se pate për këto të opozitës dikush. Të Berisha, s'janë fare të Bashës, të Berisha. Ka qenë, edhe Berisha që dhe atere, po, strategjia njëta ka qenë. Atër ishin dhunshëm, tash janë më të edukuar. Jo, edhe tani dhunshëm, mashallah të dhunshëm, që radhën e parë kapën podiumin, atje u zunë, sulmuan, u përjashtuan fillimisht 30 vetë, pas e u la 5 vetë. Po Paloka në kohën e doktorit të kujtohet që kishte edhe shiringën kështu? Që edhe shiringën. Kohën e Bashës. Shumë i qetë. është ndryshuar aksionit. Kohën e Lulit pra. Se nuk e bën ajo. Tani është shumë i qetë. Se thënë kohën e doktorit. Jesh dhënë tjetër kuj detyra. Okej, Jesh dhënë, pra jemi në kushtet ku opozita përfundimisht bas 24 do të thejet normalitet. Do i kthehet normalitetit? Do kthehet normalitet, sepse ka kuptuar përfundimisht, jo ka kuptuar, por nuk ka rrugë tjetër më, sepse deri dje, do të thënë deri para 2 ditësh, plota antiqeveritare etike e skandalizuar ishte në përmasat ose në kulmin e agresivitetit vetë. Ne të prisim datën 20, ku Rama do të mirë e forcërisht të shpjej në Amerikë. S'ka ardhur data 20 akoma. Kush e ka thënë këtë burse? Këtë janë tash e mbusi punë prallash këtë. Po pikërisht për tani sepse e thot dikush tjetër e përdorin duke i çfarë thonë për Facebook-ën, çfarë thonë për Facebook dhe rrjetet sociale, gjithë farlloj portali kod, s'është për të marrë seriozisht. Shumë meçe. Mund ta thotë një gazetar që e ka një lloj autoritetin, kuptimin njëri prej nesh, nuk ka rëndësi, pastaj e marrin ustallarët politik dhe quajnë si fakt kryer që s'ka dal nga ne, këtë po e thon gjithë, thon ata, janë truqe këto. Nuk është sa kështu. Në Shqipëri ka kohë që ishte instaluar një infrastrukturë të tërë, njerëzore, materiale, bazë financiare, logjistike, e cila po punon me skemën e Goebbelsit në Gjermani të përpunimit të opinionit brenda një skenari absolutisht qartë, të skemë ruse, është financim rus i pastër. Është një nga instrumentet kryesore i sot Rusia po përdor jo vetëm në Shqipëri, e ka përdor në Gjermani, e ka përdor në Amerikë, ka përdor në Francë, ka përdor në Itali, dhe NATO ka ngritur një saksion të posaçëm për t'u kundërpërgjigjur me strategji qartë pikërisht kësaj lloji strategjie. Ajo ka qenë shumë efektive në Shqipëri, dhe fillon që nga prezenca e doktorit në një moment dhe zbret deri tek celulari jon i cili është i mbushur absolutisht me të vërteta, gjysmë të vërteta, me manipulime, me gjysmë manipulime të cilat kur i vijnë opinionit publik në mënyrën absolutisht shkencore, prodhojnë atë që me të drejtë deri dje tha Logerti, ne nuk po e shihnim qeverinë të reagonte askush. Për herë të parë po shohim këtë javë që jo vetëm Rama, se nuk është vetëm Rama që paragon, po të shikosh shumë aktor politik, Partisë Socialiste kanë filluar tashmë po reagojnë. Pse po reagojnë? Sepse goditjen e parë dhe e pritshme ishte letra e presidentit Trump. Dikush mund mendoj që kjo letër e presidentit Trump erdhi 2 ditë, në fakt nuk ka 2 ditë. Sepse ajo është në një proces që ka mbi 6 muaj që po përgatitet, që në momentin kur presidenti Trump u fut në konfliktin e Hamasit me Izraelin, dhe që nga i moment u realizua paqja dhe u skenizua mënyra se të menaxhohet paqja. Dhe në këtë kuadër, se duhet të dalë tek skema, nuk do futen dhe Trump se ka parasysh. Mua më duhet, do futemi direkt atje, mua më duhet të kalojmë publicitet, prandaj ta mbyllim shpejt. Pra me fjalë, ngjarja goditi në themel skemën.
Cilën skemë? Skemën që sa po thash tani. Atë rusen. Atë rusen, e cila është absolutisht influente në Shqipëri. Sa e ka pasur opozita, protesta, ashtu të tilla, gjithmonë i kemi futur rusët në lojë. Absolutisht. Dhe edhe kjo më duket pa konspirative mua. Unë nuk fola për protestë, bile më fal. Unë tani thash që nuk ka protestë. Jo. Po të thonjë ishte protestë. Unë thash, skema... Tani është futur antidoti, thua ti. Skema, jo tani, ma po bën kohë në Shqipëri. Por u bë, domos në këtë 2 muaj u bë të mërësisht agresive. Ju nuk i keni, me gjithë se unë them ju, i keni ndjekur për mrekulli mediat. Në mediat shqiptare, mbi 80% ishin pjesa e kësaj skeme. Me aktor, me infrastruktur, me pagesë, me të gjitha. Ishte e të mërshme kur bënjë analizën. Se ne kur dalim në media, nuk dalim thjesht vetëm për folu, por edhe studiojmë media. Do i qëndrojmë këtu dhe do më ashtjellosh pak, sepse dua ta kuptoj dhe unë këtë 80% që në skemës që ka qenë kështu si thua ti. E vazhdojmë pas pak bisedën, publicitet rikthehemi.